Vllaznia në basketbol për meshkuj ndonë se me vështirësi ka arritur që të fitojë ndaj Tiranës me rezultatin 71-66, ekip me të cilin do të ndeshet edhe në fazën e play-offit. Trajneri i vllaznisë Bledar Gjeçaj pranoi se ekipi i tij nuk e nisi mirë lojën, por arriti ta kthejë rezultatin. Kampionati thuaj se ka marrë për caktu çiftet. Përsërit na ishte me Teutën ku patëm një pjesë parë shumë dobët dhe më herë skuadra e kthen kur luhet me 5 lojtarë. Ndoshta ai problemi të në qarët ndoshta mund të na dëmtojnë pak, megjithatë Rashketi nuk mund të më thonë që luajti dobë edhe tinej për aq minuta, por skuadra nuk koordinohet mirë. Sulmi nuk na eci siç duhet, sulmi organizuar, ndryshoi gjithçka në pjesën e tretë, ku skuadra u paraqit mjaft mirë fush. Ta habitem sepse ekipi i Tiranës gjithmonë luan mirë në Shkodër. Ato ndoshta luajnë pa frikën dhe zësmohen nga publiku që vjen edhe ne më kollege në Tiranë. Fazën play-off që nga ndeshja gjysmë finale, trajneri Gjeçaj e quan të nxehtë. Mund të na nodhin siç na nodhen në kupë. Prandaj do të jemi shumë vigjilent, megjithatë thash mund të ndryshojnë sepse në kupë nuk luan në veçari, luan gjithë skuadra, por gjithsesi është e nevojshme për kara publikut sepse ne ndoshta pak zemër, me mujt me e kalu. Si vjet kam e kanë një play-off shumë i nxehtë, domethënë gjitha skuadrat janë pothuajse aty nuk ka çudi me fitu edhe vendi i katër. Pra, si Teuta. Në gjysmë finalen e play-offit vllaznia thot tekniku Gjeçaj do ta ketë të vështirë të kualifikohet, por duhet t'i arrijë sepse objektivi është fitimi i titullit kampion. Vështirë ka me kënd sepse kena shumë pengesa. Megjithatë sot nuk mund të them se arbitri ka qenë shumë i mirë, por gjatë rrugës kena parë në kampionat, nuk kena pas në dashamirësi. Megjithatë, unë jam thënë lojtarët mi, ne do vazhdojmë punën tonë, ne do losim, arbitrat kanë punën e tyre, na do të bëjmë punën tonë, me kam fusha difton. Vllaznia vjet, kam e kanë pretendente, por ato do ta kenë vështirë do ta kena. Na ishit në Shkodër me programin e publikut, do t'i kalojmë me sukses. Më rëndësi për mua është gjysmëfinale, sepse duhet më vlerësu, siç e tha edhe ti vet, pastaj gjërat vinë me radhë. Vllaznia në ndeshjen ndaj Tiranës humbi 15 me 21 dhe 13 me 19 në dy periodat e para, ndërsa e ktheu lojën 22 me 12 dhe 21 me 14 në dy periodat e fundit, duke arritur që të fitojë takimin ndaj Bardhë Bluve me rezultatin final 71 me 66.